Flasim për gjëra të tjera të bukura, siç është për shembull kombëtarja shqiptare, siç është konferenca e Silvinjos, ku për çdo gjë e pyetën, madje edhe për atë deklaratën që ty nuk të duk hiç gjë e Vučić, por Silvinjon e pyetën dhe e komentoi duke thënë po, e kam parë, e kam ndjekur, ne do japim maksimumin, të flasim vetëm për futboll dhe jo për gjëra të tjera. Si të duk konferenca, pastaj marrim një nga një emrat e listës së mbulluar. Ishte një konferencë normale, nuk ishte shumë pika ku të kapeshe me trajnerin, domethënë për të debatuar ose për ta vënë në vështirësi, sepse në fundit ka marrë këtë radhë 27 lojtarë. Pra janë praktikisht të gjithë lojtarët grupi nukli bazi i kombëtarës për këto dy përballje. E vetmja gjë është ajo që ai tha që është plotësisht e vërtetë është që këto datat e fundit të sezonit për ato klubeve janë pak data të vështira sepse askush nuk e di se si do vinë lojtarë. Ka disa lojtarë për shembull që nuk janë aktivizuar për një kohë të gjatë, siç është rasti i Brojës, që ka pothuajse një muaj që nuk është aktivizuar. Ka dhe futbollistë të tjerë që vinë pak më vonë, siç është rasti i Aslanit, që do i bashkohet ekipit vetëm mbas finales Champions League-s. Të tjerë lojtarë kanë luajtur, nuk dihet si është gjendja e tyre fizike, por gjëja pozitive është që trajneri do t'i ketë në dispozicion lojtarët për më shumë se 10 ditë, kështu që ndoshta jo të gjithë, po 10 ditë do jenë të mira, domethënë. Do ketë mundësinë t'i shohë nga afër, ta përgatisë ndeshjen e parë, pastaj ndoshta duke menduar edhe pak edhe për ndeshjen e dytë, sepse duhet të theksojmë gjithmonë që janë dy sfida. Ne vërtet interesin publikut është ndeshja e parë, por nuk duhet të humbasim pikë me Letonin. Por mos harrojmë që edhe ndeshja e Letonisë bëhet shumë e rëndësishme. Pastaj ne themi gjithmonë një humbje me Serbinë mund të na godasë edhe ndeshjen e dytë dhe ti në 3-4 ditë, në 3 ditë që luajnë këto dy ndeshje, ti mund të humbësh gjithë sezonin, domethënë çon gjithë vitin dëm. Prandaj duhet të jemi pak edhe të kujdesshëm në të dy sfidat, jo vetëm tek njëra, se në fundit ndeshje futbolli është, në fund ai që është i rëndësishëm është rezultati. E kupton Silvinjo rëndësinë e një ndeshje me Serbinë, se e tha e di që për ju është speciale, po për ne është thjesht ndeshje futbolli, se kam përshtypjen Debiazi në periudhën e tij u përfshi edhe emocionalisht. Edhe e kuptonte rëndësinë, kjo edhe për shkak të tryezave të shumta që ulej me shqiptar, e kuptonte rëndësinë e ndeshjeve me Serbinë. Silvinjo, e ka të qartë? Nuk besoj që është në të njëjtin nivel si me Debiazin, sepse para Debiazit i ndodhi vetë, domethënë situatat, i ndodhi vetë kjo ngjarje. Në Beograd, po. Në Beograd, kurse Silvinjo plus është një kulturë shumë larg Shqipërisë, sado ai që të mundohet që të marrë informacion, të njohë historinë e përballjes dy vendeve, do e ketë shumë vështirë që ai ta përjetojë në trupin e vet këtë situatë. Megjithatë, ndoshta është më mirë kështu, sepse duhet një njerëz i ftohtë jashtë këtyre historive të vjetra që të marrë disa vendime me ftohtësinë e tij për ndeshjen dhe t'i flasë lojtarëve gjatë javës. Po unë them që edhe koha bën pak të vetën, domethënë nuk është më situata siç ishte në ndeshjen që zhvilluam në Elbasan, sepse vinte vetëm pak muaj pas asaj që ndodhi në Beograd, kanë kaluar vite, nuk është janë mos gaboj 2014 janë 11 vjet që kanë kaluar, kështu që edhe janë ftohur pak ngjarjet, edhe pse serbët do provojnë gjithmonë që të bëjnë provokime, siç ishte edhe i Vučić atë ditë, që mu duk më tepër një lloj provokimi se sa diçka normale, domethënë. Domethënë ata do përpiqen që të bëjnë një provokim për ta ndezur pak ndeshjen. Gjithmonë e duan ta shtrojnë në këtë aspektin nacional. Megjithse fatkeqësisht nuk është se e kanë nevojën që ta ndezin ndeshjen, për shkak se nga ana sportive, qofsha unë e gabuar, do doja shumë të fitonte Shqipëria dhe dua shumë qoftë edhe barazim, duket që janë më mirë se ne, janë më në formë aktualisht. Po tani, dua përpara, si duket ty, më thuaj? Jo, kombëtarët pa diskutim që Serbia ka diçka më shumë, nuk diskutohet, por në një ndeshje ne dim që nuk është e thonë që gjithmonë të fitojë më i miri. Ai që përgatit më mirë, ai që shfaqet më mirë në fushë, një moment, një episod mund ta vendosë shumë një ndeshje. Ne kemi treguar në 2-3 vitet e fundit që dim të fitojmë edhe përballje me skuadra shumë të forta, siç ishte rasti i Çekisë, rasti i Polonisë, po dim edhe të bëjmë ndeshje të dobta, siç kanë qenë shumë ndeshje në Nations League. Pra, ne i kemi provuar të dyja shijet edhe të fitoreve të rëndësishme, por edhe të humbjeve të papritura. Kështu që për këtë arsye them që gjithmonë nuk i dihet edhe përballë Serbisë, që është një kundërshtar më i fortë se ne mund t'ja dalim, mund të kemi një motivim më shumë për të dhënë maksimum edhe për ta fituar ndeshjen. Atëherë, po thoja në lidhje me provokimin, doja thoya këtë, fakti që ndeshja luhet në Shqipëri
atyre mund t'i interesoj më shumë që të bëjnë ndonjë provokim më tepër, që të ndodhi një incident, ndodhi diçka, do sepse luhet e ne dhe ne do t'i vuajmë pasojat më mbrapa, më kupton? Te kjo anë kisha provokimin, jo për gjë tjetër. Qartë, kuptova. Shojmë pak listën bashkë, Glend. Portier, Tomas Trakosha, Elhan Kastrati, Alen Sheri, Mario Dajsinani. Asnjë surprizë të portierit nëse se kemi, po, ne nuk është se kemi. Shtuar Dajsinani është një prurje e re e kombëtares, një lojtar që doli, portier që doli kampion në skuadrën e Ignatias, kështu që i bashkohet treshës së portierëve. Do jenë 4 portier për këto 2 sfida, besoj njëri do shkojnë në tribun ma mërmendja në sfida, sepse të 4 nuk mund t'i marri dot në stol. Po prapë është një eksperiencë mirë që edhe dikush një i ri siç është Dajsinani mund të futet në xhirën e kombëtares për të mësuar me ato sjelljet kombëtare, ritmin, punën, mënyrën se si funksionon ekipi kombëtar. Mbrojtës, Elseid Hysa, Ivan Balliu, Mario Mitaj rikthehet, Naser Ali rikthehet, Marash Kumbulla, Ardian Ismaili, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardian Bajrami. Tani, rikthehet Naser Ali dhe Mario Mitaj, po ajo që po diskutohet më shumë, megjithëse unë dua të të pyes pastaj kur dalte sulmi, janë disa mungesa, siç është Seferi apo Mihaj. Tani, me Seferin ka diçka apo nuk është në formë Seferi? Nuk besoj që duhet ketë diçka, sepse në fundit nëse ka një trajner që e ka promovuar Seferin në mënyrë të jashtëzakonshme është Silvinho. Unë them ka marrë shumë lojtarë, janë 27 për 2 ndeshje, ndoshta janë dhe pak shumë, për thënë vërtetën, se si do t'i menaxhojë ai e di pastaj, sepse stërvitjet do duhen të luajnë gjithë, pastaj duan të jenë gjithë protagonistë në të 2 ndeshjet, kështu që do duhet edhe një përballim. Për këtë arsye them që ai nuk ka dashur ta shtojë më listën e tij. Ka rikonfirmuar prapë kombëtare Julian Sheu në mesfush, që ishte një prurje e re e muajit mars, do të thotë që i ka pëlqyer në ato minuta që i dha në përballjen e fundit dhe në gjatë seancave stërvitore, domethënë dhe them që ka ecur me këtë linjë, por nuk besoj që është një kapitull i mbyllur. Seferi mund të rikthehet përsëri në ekipin kombëtar. Qartë. Mesfushor, Ylber Ramadani. Edhe në mbrojtje diçka si Dorila, sepse herën e fundit kishin probleme me krahët. Por tani me rikthimin e Hysajt, Balliut, pra ka shumë alternativa, ka trajnerë alternativa edhe për t'i zgjedhur lojtarët e krahut. Mesfushor, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Kristian Aslani, Qazim Laçi, Ardion Pajaziti, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Arber Hoxha. Asnjë surprizë? Nuk besoj se ka surpriza te pjesa e mesfushorëve, lojtarët edhe duhen parë, se si vjen Ramadani, ka një formë të mirë, Laçi gjithashtu kanë forma të mira, lojtarë që kanë shënuar, Ramadani arriti dhe të siguroj qëndrimin me Lecce në Serie A, kështu që vinë në një gjendje pozitive mesfushorë. Do shohim vetëm Aslani, si do vi Aslani, nëse do ketë ndonjë mundësi që ai të luajë në finale e Champions League-s, nëse do ta fitojë, pastaj do ishte shumë më mirë, se do vinte në një gjendje më të mirë emocionale. Shqiptari i parë që fiton Champions League-ën do ishte? Nëse do të arrinte, besoj se po. E ka fituar Shaqiri, por nëse ne po themi Ioni. Edhe Shaqiri Ioni, po Ioni prej vërteti. Po themi sulmues Ernest Muçi, Yasir Hasani, Armando Broja, Myrto Uzuni, Rej Manaj dhe Mirlin Daku. Ti e di pse e zgjata të Myrto Uzuni? Shumë i diskutuar për ndoshta ndonjë lloj. Nuk besoj se është i diskutuar në këtë moment. Domethënë e kaloi atë periudhën e ftohtësisë me trajnerin Silvinho, edhe në mars ishte dhe tani rikonfirmohet, por ndoshta lajmi pozitiv është rikthimi i Dakut në kombëtar, është një lojtar që i duhet ekipit. Duke qenë se luajnë me serbët, ata kanë një shtatlartësi dhe edhe trajneri e theksoi sot në konferencë që janë lojtarë të gjatë, në goditje standarde mund të na shkaktojnë probleme, kështu që Daku mund të jetë një armë e rëndësishme dhe për sa i përket lojës në ajër. Plus ai e ndjen shumë ndeshjen me Serbinë, edhe mendoj që do t'i jap një plus kombëtarës, do jetë një lojtar shumë i rëndësishëm në këto 2 ndeshje, sidomos ndeshjen me Serbinë. Dilem kam Brojën, nuk e di se si do vi në gjendje, është një lojtar i cili Evertoni i dha disa mundësi në muajin e kaluar, në muajin prill, por në maj pothuajse s'ka luajtur fare dhe do duhet parë gjendja se si vjen në kombëtar. Ka përshtypjen unë shumë Silvinho e merr Brojën për mos dëgjuar komente pse se grumullove se sa realisht luan apo duhet për. Ai duhet vi sepse në ndeshjen e fundit që zhvilloi në Angli bëri ndeshje shumë të mirë, për të thënë vërtetën, edhe për ato pak minuta që ai ishte aktivizuar në kampionat, vinte nga një dëmtim. Tani është stërvitur më mirë, por minuta në fush nuk ka. Do ta shohim se si do të jetë gjatë këtyre 10 ditëve. Dhe unë them që mund të jetë një armë e rëndësishme dhe pse jo, kombëtarja mund të luajë dhe me Brojën dhe me Dakun në formacion. Nuk do ishte ndonjë çudi.
që brojat luante në krah dhe Daku të ishte në qendër. E qartë, mirë, përpara se të të falenderoj Glend, biletat, interesi me Serbin i lartë. Biletat vazhdojnë në aplikimet deri në datën 30, duhet që kanë arritur shtuar prap numri i kërkesave, sepse duke qenë se është një kohë gjatë, njerëzit mund të aplikojnë deri në datën 30 maj është i hapur aplikimi. Pastaj nga data 30 deri në datën 2 bëhet përzgjedhja dhe aty pastaj njoftohen të gjithë deri ditën e mos gaboj deri ditën e hënë do jenë të njoftuar të gjithë kush janë fituesit, fatlumët që kanë fituar biletën dhe të drejtën për të qenë në stadium në ndeshjen me Serbinë. Shpresoj që të ketë më shumë tifoz nga ata të vërtetit, nga ata që e mbështesin ekipin kombëtar që ta fitojnë fatin, dhe jo ata që vinë për foto në Instagram. Dhe jo ata që vinë për foto apo me kollare, siç jemi mësuar të shohim gjithmonë. Faleminderit shumë Glend. Përshëndes, ishte kënaqësi. Edhe unë përshëndes. Faleminderit. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.